Profesor Elezi, kohët e fundit është ringjallur përsëri debati lidhur me heqjen e imunitetit të politikanëve, zyrtarëve të lartë shtetëror. Cili është mendimi juaj për këtë temë që po rikthehet në parlament, madje edhe me disa nisma ligjore që janë depozituar në Komisionin e Ligjeve? Mendoj se nuk është faktori kryesor. Megjithatë, është i nevojshëm. Nuk e mohoj se është i nevojshëm që prokuroria të jetë më e lirë, të ketë mundësi dhe hapësira më të gjëra për të vepruar. Dhe kjo anë meriton vëmendje, meriton kujdes dhe duhet të rishikohet në këtë drejtim. Ana tjetër e problemit. Imuniteti sot garanton që deputeti të flasë lirisht në parlament, të thotë të gjitha mendimet e tija pa asnjë pengesë. Imuniteti sot garanton që deputeti të mos pareket, të mos ndalohet e tjera. Dhe nga kjo pikpamje është një atribut që forcon parlamentarizmin, forcon demokracinë, edhe është pozitiv. Profesor Ismeti, si mendoni ju se mund të luftohet më konkretisht korrupsioni i zyrtarëve apo i politikanëve të lartë në Shqipëri, edhe pa qenë nevoja për të bërë një debat për imunitetet e tyre? Për korrupsion janë dënuar shumë pak njerëz. Në 2009 janë dënuar 99, në 2010 75. Do me thënë, këto janë shpërdorim detyre, më falë, kurse për korrupsion 25 janë në 2009, 32 persona janë në 2010. Një numër jashtëzakonisht i vogël. Po të mahet parasysh ai opinion që është krijuar. Po të mahet parasysh që kudo flitet për korrupsion. Flitet brenda në Shqipëri, flitet nga ndërkombëtarët, është vënë si detyrë numër 1 nga Bashkimi Evropian për të integruar. Në qoftë se imuniteti është bërë mulesë për korrupsionin, për krimet, për shpërdorim detyrës e të tjera, atëherë duhet luftuar me çdo kusht. Edhe nuk ka më kuptim të qëndroj imuniteti përpara këtij fenomeni. Profesor Elezi, duket se her pas here partitë politike e rimarrin temën e heqjes së imuniteteve të politikanëve në emër të luftës kundër korrupsionit, por duket se ata e përdoren më tepër si luftë propagandistike kundër njëri tjetrit. Cili është mendimi juaj për këtë temë? E para, mi të gjitha është që ky problem do studiuar dhe nuk duhet nxituar për ta bërë në këmbëndor. Se gjatë këtyre vjetëve është bërë retorik politik, por nuk është ullur që të diskutohet dhe të trajtohet në anë juridike. Politikisht është trajtuar boll, edhe trajtohet ore qastë, nuk dëgjon gjë tjetër veç se për korrupsionin. Juridikisht tani doli ky projekt, sot u paraqit një tjetër nga LSI-ja, nesër mund paraqit një tjetër, atëherë që tregon kjo? Kjo tregon që duhet një punë shumë serioze, një punë e studiuar mirë, e konsultuar mirë, jo vetëm midis atyre juristëve që bëjnë pjesë në komision, por shumë më gjerë, me pjesëmarrje të gjerë, në mënyrë që të dalin realisht ato probleme se si duhet të luftohet korrupsioni, kur duhet hiqet, kujt duhet i hiqet dhe si duhet luftuar. Profesor Elezi, ju folet për parandalimin e krimit mbi të gjitha, por gjakmarrja është një lloj veçantë krimi që nuk mund të parandalohet lehtë. Rinia sot, arsimimi, integrimi në Evropë, forcimi i shtetit gradual, studimet jashtë shtetit janë mira, kështu, emigracioni, miliona jashtë, të gjithë janë faktor pozitiv që shpihen drejt zhdukjes së gjakmarrjes. Po ata që kryejnë sot vrasje të tilla, ata janë absolutisht në deformim të kanunit. Se ajo që u vra Maria atje, kanuni e ndalon në mënyrë kategorike vrasjen e fëmijëve, të vrasjen e grave, të priftit e tjera. Ose rastet të tjera që vetë e hedh tritolin, vë tritolin në dasmë e tjera. Nuk janë me kanun këto, s'kan asgjë përbashkët. Këto janë të tipit mafios, janë influencat e mafjes që i vëshën me emrin e kanunit edhe kryejnë veprime të tilla. Kjo lëvizje që ka filluar për gjakmarrjen është pozitive, por kjo duhet shoqërohet me ato masa që rekomandon i dërguari i posaçëm i OKB-s, i cili erdhi në Shqipëri
kupton, edhe vë detyra për qeverin. Profesor Elezi, një tjetër debat në opinionin publik shqiptar është edhe dënimi i kriminalëve që bëjnë vrasje apo krime të rënda. Në vitin 2010, 8 veta janë gjykuar për gjakmarrje në bazë të buletinit të Ministrisë Drejtësisë. 12 në 2009, 8 në 2010. Do me thënë që është fenomen në zhdukje. E veçanta qëndron se minimumi i dënimit për vrasje për gjakmarrje është 20 vjetë. Për veprën terroriste e kemi 15 vjetë. Do me thënë dënoj më rënd për vrasjen për gjakmarrje se për veprën terroriste. Dhe këtu qëndron një nga veçoritë kryesore të saj. Profesor Elezi, ju faleminderit për intervistën. Ju faleminderit juve.